Është obligim i besimtarit që ta njohë shirkun, që të mund t'i ruhet, sepse si ka mundësi t'i ruhet dikush një gjëje kur nuk e di se kujt duhet t'i ruhet. Si kam thënë dietarët e mëhershëm, kejfe yattaqi man la yadri ma yattaqi. Do të thënë si ka mundësi të ruhet dikush prej një gjëje kur nuk e di prej çka duhet të ruhet. Do të patjetër duhet ta mësoj shirkun që t'i ruhet atij pasi është gjëja më e rrezikshme të cilës duhet t'i ruhet njeriu. Do ne shohim njerëzit si ruhen prej disa ushqimeve, do të thënë për të bërë dieta, ruhen prej ushqimeve që janë halal dhe që janë dobishme në esencë, por ruhen mos shtohet, do të thënë, dëmi i tyre për diçka që ka të bëjë me trupin ose me jetën e kësaj dhunjaje. Edhe i kushtojnë shumë rëndësi dhe janë shumë të përpikt dhe marrin shënime dhe ruhen, do të thënë, në mënyrë të çuditshme. Atëherë ruajtja prej kësaj gjëje që e shkatron jetën e ahiretit, padyshim se është më e rëndësishme. Dhe a nuk mjafton për një musliman që e lexon librin e Allahut ose dëgjon diçka nga fjalët e Allahut subhanahu wa taala, kur e dëgjon fjalën e Allahut, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, do të thënë Allahu nuk e fal shirkun. Kjo duhet të jetë e mjaftueshme për muslimanin që të interesohet shumë se çka është ky shirku, edhe si duhet të ruhem prej tij, cilat janë llojet e këtij shirku, cilat janë pjesët, do të thënë çfarë mënyra mund të bëhet, pasi atë nuk e fal Allahu asnjëherë. Do thotë është e çuditshme me disa njerëz që e dëgjojnë këtë fjalë edhe polemizojnë me kotësira, me fjalë të kota, edhe thonë ju nuk e lat askënd, ju secilën punë shirk e kështu me radhë, sikur është kjo çështje e nivelit të debatit mes njerëzve. Do të thënë Allahu subhanahu wa taala thotë, Allahu nuk e fal shirkun. Atëherë ti, o musliman, duhet të përpiqesh me seriozitetin më të skajshëm për ta kuptuar shirkun dhe për të ruajtur prej tij.